Përshëndetje të nderuar. Megjithëse që e di dhe jam I sigurt se e keni dëgjuar Martin Lutherin, më lejoni këto në këtë video të shkurtër të shpjegoj pak jetën e tij dhe ato që I le pas në mënyrë më të detajuar. E shtroj pyetjen: pse e bëri revolucionin e tij të njohur në krishterimin perëndimor? Çfarë ndryshime I bëri krishterimit, apo, edhe më interesant se kaq, si u pritën këto ndryshime dhe si u quajtën më pastaj nga bota e krishterë. Martin Lutheri është njëri prej personaliteteve më të njohura dhe më me ndikim në historinë e krishterimit perëndimor. Ka lindur në vitin 1483, nëse nuk gabohem, në rajonin e Saksonisë në Gjermani. Rritet në një ambient familjar, fetar, në të cilën u formosua edhe personaliteti I tij më vonë I një kleriku shumë me ndikim. Qysh herët në jetën e tij u dha pas studimit të teologjisë dhe të filozofisë. Ju bashkua rendit mistik Augustin më pastaj e pas studimeve bëhet profesor I teologjisë, ku e shpjegon Biblën, bëhet mufesir I Biblës, komentator I Biblës, si profesor në Universitetin e Wittenburgut. Po çfarë e bën të veçantë Martin Lutherin, që ta mësojmë së bashku në këtë video? Ai nuk pajtohej fare me qëndrimet e atëhershme të kishës katolike, e cila e kishte dominancën mbi gjithë territorin e Evropës dhe të cilat qëndrime Martin Lutheri I konsideronte të devijuara. Sidomos në çështjet e faljes së mëkateve, punë kjo të cilët priftërinjt Vatikani I atëhershëm ua ofronin besimtarve të krishter në kompenzim të pagesave të ndryshme e shumë herë tepër të majme. Sipas besimit evident të asaj kohe, nëpërmes këtyre pagesave mëkatet do të faleshin, ose do të pakësoheshin, ose do të shkurtohej koha e dënimit, ose do të lehtësohej dënimi për mëkatarët e krishter në purgatorium. Martin Lutheri e shihte këtë punë si një keq përdorim I fesë dhe I detyrës zyrtare të kishës në Vatikan, dhe gjithandej ku I kishte të shtrirë kishat e veta Vatikani, dhe se kjo veprimtari e kishës po binte ndesh me misionin e fesë së krishter dhe të kishës e Biblës. Filloi kundërshtimin e këtij veprimi botërisht në vitin 1517, ku e vari në derën e kishës së Wittenburgut ajo që do ta quante dhe do të njihet më vonë si letra e 95 propozimeve të Martin Lutherit, apo kundërshtimet e Martin Lutherit. Në fakt, ato 95 pika ishin qëndrimet kundërshtuese të tij ndaj kishës e të cilat I shkroi në gjuhën latine. Kryesisht I kundërshtonte proceset, punën, malverzimin, keqpërdorimin e faljes së mëkateve ndaj pushtetit të Papës së Vatikan, si dhe kundërshtonte përcaktimin e së armës së shpirtrave të njerëzve dhe të fatit të tyre, të cilën
Vatikani e kishte marrë në dorë. Kjo letër, miq, me 95 nenes të saj, u bë simbolika më e fuqishme e fillimit të një reforme brenda krishterimit, e njohur më vonë si reformacioni i krishter. Ky tekst u përhap me shpejtësi të madhe dhe fal zbulimit të makinës së shtypit në atë kohë. Teksti përhapet edhe më shumë dhe tronditi Evropën me një shpejtësi marramense në çdo cep të saj. Martin Luteri nuk mjaftoi me këtë opozitarizëm të tij ndaj kishës, por paraqitin një vizion të ri të besimit të krishter. Sipas tij, sinqeriteti dhe çiltëria e njerëzit nuk arrihet me punët apo parat apo pushtetin e kishës, por me besimin e sinqert të secilit individ që ai e quajti sola fide, një, si dhe me bereqetin e mirësisë hyjnore, me mëshirën e hyjnisë e mirësisë hyjnore, të cilën e quajti sola gratia. Të parën sola fide dhe të dytën sola gratia. Janë 3 solat e njohura të Martin Luterit. Ai mendonte se burimi i besimit të vërtet është vetëm libri i shenjtë që quhet sola scriptura. Pra, sola fide, sola gratia dhe sola scriptura janë 3 solat, 3 zërat, 3 fuqit, 3 energjit e Martin Luterit, me të cilat e kundërshton kishën e deriatërshme dhe i drejtohet kombeve të Evropës për shpjegimin e realt, objektiv dhe të vërtet të krishterimit. Këto 3 principe më pastaj u bën bazë dhe gur themel i protestantizmit të ardhshëm. Në ndërkohë, shiqoni, Martin Luteri e përkthen Biblën në gjermanisht, në mënyrë që mesazhi i Biblës të arrijë tek çdo njeri, si individ, si pjesë e shoqërisë, pa patur nevojë ndërmjetësimin e njerëzve të fesë apo të kishës kudo që jetojnë atë. Sepse mendonte se Zoti e ka fuqinë e mjaftueshme që të komunikoj me secilin individ dhe e ka fuqinë e mjaftueshme që ta kuptoj lutjen dhe nevojat e secilit individ që atij i drejtohet në çdo vend dhe në çdo kohë e në çdo mënyrë. Ky është parimi bazë i luterizmit në mezhebin e ri të krishter që po themelohej në Evropë, i protestantizmit. Kjo ide dhe ky qëndrim i tij ndikoi në përhapjen e kulturës fetare ndër gjermanët, sepse u lëshoi në dorë fjalën e Zotit në gjuhën e gjermanëve që ata besnikrisht, individualisht, po pati nevojë edhe shoqërisht të komunikojnë drejt për drejt me Zotin e tyre. Përtej kësaj, miq, përkthimi i Biblës në gjermanisht ndikon shumë më pastaj në unjësimin e gjuhës gjermane, si asnjëherë më parë se dhe si nga askush tjetër që kishte bërë përpjekje më parë. E dini, fiset germanike kanë luftuar ndër vete dhe janë të njohura luftrat e përgjakshme të cilat germanikët i kanë bërë ndër vete dhe me kombët e tjera. Përkthimi i Biblës në gjuhën gjermane, edhe njëre po them, ndihmon shumë në komunikimin e drejt për drejt të gjermanit dhe gjermanëve me Zotin e tyre,
si dhe ndikon fuqishëm në unjësimin e gjuhës gjermane. Ballafaqimi i Luterit me katolicizmin arriti kulminacionin atëherë kur ftohet nga perandori Charles V në Pallatin Formis në vitin 1522, ku kërkoi nga ai të tërheq mendimet dhe qëndrimet e tij të deritanishme. Ai fillimisht refuzoi kategorikisht dhe është e njohur fjala e tij të cilën e thot në rastin konkret: në rregull, unë po ndalem, por më shumë se kaq nuk mund të bëj dhe nuk mund të vazhdoj, duke dhënë një sinjal se atë të cilën e kishte thënë dhe promovuar do të përhapej gjithandej në Evropë. Megjithatë, ose megjithëse që e komentuan këtë fjalë të Martin Luterit si një tërheqje, qëndrimet dhe vizioni i tij, edhe njerë po e përsëriti, u përhap me të madhe dhe me një shpejtësi të dritës, edhe tek princerit gjerman, të cilët po ëndronin të vijë një ditë që të liroheshin nga pushteti i kishës katolike në Vatikan. E dini ndoshta, kisha ka qenë ajo e cila i ka pas pronat kryesore në kontinentin e Evropës. Ato kanë qenë të regjistruara në emën të Vatikanit, apo të priftrinjeve të cilët përfaqësonin Vatikanin. Jeta shoqërore, intelektuale, shkencore, mbas edhe luftrat dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të paqes është bërë vetëm me dekret apo me lejen e kishës katolike në Evropë. Si rezultat i kësaj ndrydhje të mendimit dhe të jetës shoqërore miq, lindë dhe ajo që quhet Renesanca Evrope, sepse inteligjencia, shtresat intelektuale, filozofët, poetët, mendimtarët, romancierët, sociologët, psikologët dhe shtresat e tjera akademike më nuk mund të pajtoheshin me shpjegimet të cilat kisha u afronte dhe e kundërshtonin ashpër ndikimin e mendimit kishtar në mendimet e tyre të lira dhe në studimet të cilat po i bënin. Natyrisht, kjo gjendje, ky veprim, ky qëndrim i Martin Luterit ndikoi në ndarjen fetare, teologjike dhe politike brenda Evropës në shekujt më pastaj. Kjo ngjarje e Martin Luterit shkakton ndikime dhe konflikte dhe luftra fetare të përgjakshme, siç ishte ajo lufta e njohur 30 vjeçare në Evropë. Fillon një kacafytje e kishës katolike me qendër në Vatikan për me inteligjencën dhe priftrinjt e ri në kontinentin e Evropës, sidomos me ata në aspektin teologjik që kishin pranuar konceptin e Martin Luterit dhe ata të cilët po e kundërshtonin në përgjithësi interferimin e mendimit kishtar në shkencat e ndryshme. Reforma të cilën e filloi Martin Luteri e ndryshoi hartën fetare të krishterimit perëndimor. Themeloi një pikpamje të re, një medhheb të ri, siç e quajmë ne në Islam, që do të njihet si protestantizëm, sikur që hapi rrugët për një epokë të re. Bajeni mend që ta veprimi protestantizmi i promovuar nga Martin Luteri hapi një epokë të re, epokën e individualizmit dhe lirisë fetare. Qëndrimet e tij ndikuan fuqishëm dhe bindshëm edhe në politikën e kohës
dhe në shekuj që do të pasojnë, sikur edhe në ekonomi dhe në rrafshe tjera. Ndikoj në mendimin e përgjithshëm evropian dhe nëse e shikon sot hartën gjeografike, jo vetëm të Evropës, por në përgjithësi të botës krishtere, nuk di me dhënë përgjigjen se sa ka ndikuar protestantizmi, por di me thënë me bidjen më të madhe se bota e krishter e medhhebit protestant është shumë më e zhvilluar se bota e krishter e medhhebit katolik dhe ati ortodoks. Dhe për fund një këshill, mos thuani feja protestante, feja katolike apo feja ortodokse, sepse këto 3 drejtime janë 3 ndarje, përqarje, në plasaritje të një feje të vetme dhe ajo është feja e krishter. Njëjtë do të duhej të thuhej pra edhe në islam, feja sunnite, feja shiite, feja hanefite dhe të gjashme. Një feje është, por me 3 medhhebet e saj kryesora në krishterim. Krishterimi me medhhebin katolik, me medhhebin protestant dhe me medhhebin ortodoks. Miropafshim.